Ministri e Punëve të Brendshme Albana Koçiu doli sot në një konferencë për mediat në lidhje me protestën e mbajtur dje nga opozita, ku protestuesit u përplasën me policinë. Ministria përmendi edhe të miturit që sipas saj janë përdorur në protestë për të hedhur sende të forta ndaj efektivëve, prandaj ajo u shpreh se autorët do të dënohen maksimalisht sipas kritereve ligjore. Keqpërdorimi i të miturve për të kryer akte dhune është vepër penale, por është gjithashtu një shkelje e rëndë morale. Kjo është e papranueshme. E drejta për të protestuar nuk është e drejtë për të dhunuar, për të shkatruar, apo aq më pak për të tentuar gjymtimin apo vrasjen e efektivëve të policisë. Ndaj Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia e Shtetit nuk do të qëndrojnë duar kryq. Autorët e këtyre akteve barbare do të ndëshkohen maksimalisht sipas ligjit. U bëj thirrje organeve të drejtësisë t'i trajtojnë me përgjegjësi maksimale dhe ligjore këto sulme barbare ndaj uniformës, pas të cilave qëndrojnë padyshim urdhëruesit e fshehur pas imunitetit në drejtimin e Sali Berishës, një dhunues përsëritës i sulmeve ndaj institucioneve dhe rendit kushtetues. Personat përgjegjës duhet të kuptojnë se nuk kanë asnjë mburojë politike mbi kokën e tyre. Edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha foli sot para mediave ku deklaroi se qytetarët treguan gjatë protestës së djeshme të opozitës se nuk nënshtrohen dhe se do të vazhdojnë të luftojnë për të drejtat e tyre. Doktor Berisha akuzoi policinë e shtetit kur tha se protestuesit u qelluan me snajper. Ky urdhroi snajpert të qellojnë 4 protestues, të cilët në mënyrë absolute nuk po kryenin asnjë veprim ndaj policëve të rendit.